Kryetari i Kuvendit Afrim Gashi thotë se seancën për votimin e ligjit për përfaqësim të drejtë adekuat do ta vendos ai kur ta hedhë në votim, sepse thotë se KTI-ja lejon rregulloria e Kuvendit. Në brifingun e sotëm me gazetarë ai theksoi se nuk e ka ndërmend që këtë ta bëjnë fshehurazi, sepse do të thirret seancë dhe më pas do ta vendos plenumi. Por i theksoi se është e drejtë e tij që të vendosë se kur është momenti më i duhur për ta vendosur në seancë këtë ligj. Lidhur me akuzat e Frontit Evropian se kryetari po pret mundësinë që të kontrabandojë ligjin për përfaqësim të drejtë, kryetari Gashi thotë se është e pavërtetë dhe frikë e panevojshme, ndërsa për ligjin u shpreh se ai mund të ketë mangësi, por mendon që është më mirë të ketë ligj se mos të ketë fare. Kështu që nuk është ideja që të kontrabandohet diçka që ne kemi filluar 2 vite, unë po provoj që të krijohet hapësirë të diskutohet mes grupeve parlamentare që të kaloj një ligj aq i rëndësishëm që jemi duke e pritur 22 vite dhe nga ana tjetër po përgatitet 2 vite në instancat më të larta të ekspertëve të politikës e kështu me radhë. Në asnjë moment nuk kemi thënë se ligji është perfekt. Ai mund të ketë mangësi, por mangësitë po presupozohen apo po prejudikohen. Shumë më mirë është të kemi një ligj sesa të mos kemi fare. Gjithashtu kryetari i Kuvendit tha se opozita po tenton që ta bllokojë punën e Kuvendit me kërkesa për procedurale, por u shpreh se ai nuk do ta lejojë keqpërdorimin e proceduraleve. Mendoj se po tentohet, po krijohet një tentativë për herë të parë që të bllokohen seancat e parlamentit me procedurale. Koordinatorët kanë drejt një herë të argumentojnë për procedurën e rrjedhës së seancës. Për një pikë 30 ditës mund paraqiten, thonë kështu ose ashtu, edhe pse në rregullore nuk është të cek sakt një herë, por nënkuptohet ajo. Deputetët ja fillojnë pushimit vjetor më 1 gusht, ndërsa rikthehen pas 21 ditëve.